Nuk e besoj, po pres përgjigjen për juve. Një individ, zot jap digjiku, po kryesia ka. Po pedi, dëgjam, kur flasëm për kryesin, pedim që kryesina e ka të vetën, se tha edhe ma herët Shqipja, mënyrë të zgjedhur. Lidhë se ka zgjedhur vetë. Çfarë është problemi? Kryesia më shumë, po te grupi parlamentar në çfarë vjen. Po jemi të fol pra për një rezultat i cili nuk i ka leju zotit Abdigjiku durët e lira me vepru. Unë mendoj edhe prej fillim të jam të mbrojt këtë. Dhe kërkush ma shumë legitimitet për me ngriqit qeshtje, po thamë se Abdullah Hoti nuk ka sepse ka marrë shumë vota dhe ka qenë maj diskriminumi, po e qujtë të i pas parasysh që ka bartë funksionet larta, thash edhe ma herët. Prandaj, unë nuk besoj që ka mu përjashtu dikush, as prej atyre aspektyre, po në shpresoj që kanë me gjithë një rrugë për me rujtë kohezionin, se për ndryshe... Po do mon, ajo që ka ndonë në kalumen, logikisht qënë qanej, po, unë për ta e inkurajoj ishtë kryministrin Hoti me dollë publikisht edhe me shpallë fraksionin brana LDK-s. Vetë që kjo është shpeton LDK-s. Besoj që të ngana, është maj kujdes shumë. Që kjo besimi jam, shiko, na këtu si cili ka bindjet i drejt besimet e veta. Dhe s'mundet në mahon Ibrahim Rugova në Fervok të thejke kukën mujnë më mandu, po mendjen jo. Une këtë ja di halët e LDK-s. Por problemi është që ende pa u certifiku zgjedhjet. Ata kanë shtru në forumet partijake dyshime të thella që është cenu integriteti i votës. Kjo është mirë që është po. Kjo është legjitime. Edhe kjo domthon e bën LDK-n parti vërtet demokratike. Se me shiko me këshyrat dënorin unë atje, çka po bën o kallaj. Po me këshyun e vetën këtu që ka po bojë është zërë, që kjo demokraci ku ti vetë e she pa ullësin tonë që të ndonë shpe. LDK-ja këto e she, edhe e kanë thonë. Ka full ajo zoja Rezalta, kush është atje në vushtri, ka full zoti Selmanaj, ka full zoti Hoti. Mirë po, dalja në publik me gjithat nuk i ban mirë subjektet. Dalja në publik, zoti Benoj është qësi e njerëzve që e thujnë mendimin e vetë pa ju të rëmësynë. Që nuk kalkulojnë. E di po. Unë i qmoj edhe i du vesh njerëzit që s'kalkulojnë. Unë e oportunistët t'i urej. A din qka? Oportunisti ty thot ti mirë ki, pronveri thot mirë, Shqipës mirë, Halidit mirë, e që bashkë të katër s'muj me pas gjithmonë mirë. Unë kam informacionet hollësishme që edhe mrena PDK-s u zhvillu kogja një debat, s'po tham i ashpër, po i thellë, rreth votave, rreth potencialisht manipulimin dhe disa vendet të votave. Madje pam që kishte edhe vendimet e BZAP-it, që ishin refuzuse, i lexova me korrejshte se kush janë, të kandidatëve mbrenda për mbrenda subjektit politik. Prandaj unë mendoj që në këtë fazë LDK-ja sa i përket kesë përdorimit votave ish dasht me rujt që debat brenda. Për me lypje dhe leadership, ama vista përfundaj, me kërku leadership 3, se a është për një leadership 3, LDK-ja e nevojshme, unë menoj që Abdullah Hoti ka gjithë kohën matë përshtatshme. Kanë atje statutje për caktone, sa i përket manipulimit votave, dalja shumë herët në opinione asoj zojes, unë menoj që ka dëmtu LDK-n, edhe dëmëtan vetëvitiu se është... Jo, problemi jo që unë menoj që njerës pa në gjithë, shumë LDK kanë dëmtu... Ato janë për me u denua, zonë dhe Shqipja dhe gjithë na. Zonë denoj, nuk e ndoj këtë po pse me publik? Unë e mendoj që këta që kanë folë janë patriotët më vllajt LDK-s. Ata të cilët e kanë dëmtu procesin janë kundër LDK-s kanë vepruar. Jo, menoj që është dashmë diskutu hapta, sepse nuk po flitet për zgjedhjet e brendshme, kurse nuk vota brendshme, po flasim për përgjithshme dhe integriteti i procesit. Edhe bravo ju qoftë njerëzve, unë po ja admiroj guximin e tyre me dalë me fol brenda partisëve. Për neve këtu edhe për publikun kjo të mirëse ardhura, sepse për LDK-n do të më qenë mirëse ardhur. Jo, pra për LDK-n, sepse ka qenë fazë hershme, ende pa u ditë sa çka po ndodh, ajo zoja dul tha janë manipulu votat prej... Ajo qiti në prokuroria dhe vërtetoj prokuroria. Kur certifikon zgjedhjet s'ki qka në koshmo. Problemi është që nëse ka pos, e këto nuk kemi na që e përcaktuar. Jo prokuroria në fakt se nem të dyshime ka pos edhe kanë shprej njerëzit. Nëse ka pos, vërtet dyshime që është deviju vota popullore. Do më vullneti popullit Kosovës. Qoftë edhe një vot.
bravo i qoftë që ati që mëna LDK-s u dollë edhe e ka denoncu. Për arsye se ai ta bën shtetin nesër. Ai ta bën procesin, ai ta bën institucionin. Absolutisht. Ai i cili hesht, pse i ku fituar me 10 vota më shumë. Edhe e mqeli gojnë. Besoni ose jo, ai punon kundër interesave të shtetit nesër. Qitu fillon ajo që e quajnë vendet ish komuniste pastërtia figurës. Puni me duhet me pas me politika një Edhe kjo dallon LDK-n me nëse politika zhveshet për morali koleg, është në kredibiliteti i procesit zgjedhor shumë i rëndësishëm. Se vjedhja e votave në parti